Problemi shumë vjeçar i furnizimit me ujë të pishëm në fshatin Debresh dhe në disa vendbanime të tjera të komunës së Gostivarit dominoi debatin në seancën e 9 të Këshillit Komunal. Seanca nisi me 1 minutë heshtje në ndertën e Xhmedin Mehmedin nga Debreshi, i cili humbi jetën vetëm një javë më parë, teksa ishte i angazhuar në kërkimin e zgjidhjeve për problemin me të cilën përballen banorët e këtij fshati prej afro 2 dekadash. Iniciativa për hapjen e debatit erdhi nga këshilltarja e BDI-s Arzan Esimi Bajrami, e cila kërkoi që institucionet kompetente të japin sqarime të detajuara për gjendjen aktuale, shkaqet e mungesës së ujit dhe hapat që po ndërmerren për zgjidhjen e problemit. Ajo theksoi se gjatë sezonit veror, ku në fshat kthehen edhe mërgjimtarët, nevoja për furnizim të rregullt me ujë bëhet edhe më urgjente, duke kërkuar angazhim të përbashkët për një zgjidhje afatgjate. Në këto ditë të nxehta vere, ku numri i banorëve rritet, edhe më shumë me ardhjen e mërgatës, nevoja për një zgjidhje bëhet edhe më shumë urgjente. Jam e vetëdijshme se komuna dhe institucionet përballen me shumë sfida dhe se zgjidhja e problemeve infrastrukturore vërtet kërkon kohë dhe mjete financiare. Megjithatë, besoj se kjo çështje meriton vëmendje të veçantë dhe angazhim të përbashkët. Prandaj propozoj që të ndërmerren këto hapa. Të informohet Këshilli dhe qytetarët mbi gjendjen aktuale dhe shkaqet e problemit. Të angazhohen ekipet profesionale për të identifikuar dhe adresuar pengesat në furnizimin me ujë. Të shqyrtohen mundësitë financiare dhe teknike për një zgjidhje sa më të shpejtë dhe afatgjate. Të sigurohet komunikimi i rregullt me banorët për ecurinë e aktiviteteve dhe masa që po ndërmerren. Këshilltari i Vlen Alush Alili kërkoi veprime konkrete të menjëhershme nga komuna e Gostivarit. Ai tha se protesta e banorëve të Debreshit nuk ishte protestë politike, por një thirrje e qytetarëve për të siguruar një të drejtë themelore. Alili kërkoi që sa më shpejt të përgatitet projekti për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për fshatin Debresh, të sigurohen mjetet financiare dhe institucionet kompetente të dalin para qytetarëve me afate të qarta se kur dhe si do të zgjidhet përfundimisht problemi. Kërkoj nga komuna e Gostivarit që të ndërmarrë me njëherë hapa konkrete. Hapi i parë duhet të jetë përpilimi i projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për fshatin Debresh. Ky projekt duhet të ketë afate të qarta dhe të sigurohen financimi për realizimin e tij. Njëkohësisht, kërkoj që kryetari i komunës dhe shërbimet kompetente të japin një përgjigje të qartë para këtij këshilli dhe para qytetarëve kur do të fillojnë procedurat dhe kur pritet që zgjedhjet përfundimisht ky problem jetik. Banorët e Debreshit nuk kanë më nevojë për arsjetime. Ato presin përgjegjësi, veprime konkrete dhe një zgjedhje që u është mohuar për shumë vite. Është koha që ky këshill se është në shërbim të qytetarëve dhe se e kupton rëndësinë e këtij problemi. Uji i pishëm nuk është privilegj, është e drejtë themelore e çdo qytetari. Nga ana tjetër, këshilltari i Aleancës për Shqiptarët Demireli Shaini vlerësoi se problematika duhet trajtuar mbi baza reale dhe me informim të saktë të opinionit. Ai bëri të ditur se projekti për ujësjellësin Debreshit tashmë është përgatitur nga komuna e Gostivarit dhe për të janë siguruar edhe mjetet nga Ministria e Mjedisit Qetësor. Shaini theksoi se një pjesë e problemit lidhet edhe me keq përdorimin e ujit të pishëm për ujitjen e anave dhe kopshteve, duke kërkuar kontrolle më të shpeshta nga ndërmarrja publike komunale. Po punohet intensivisht dhe presim që këto punime të përfundojnë në një afat shumë të shkurtër, me qëllim që furnizimi jo vetëm për Debreshin, po për gjithë vendbanime tjera mos të jetë më problem. Punimet janë kështu, janë duke shkuar me këtë ritëm. Te burimi në fshatin Vrutok është duke u bërë një linjë e re. Një linjë e re 1 kilometër me 1 kilometër gjatësi, do të thonë një gyp i ri fi 400. Do të thonë trasa është komplet e pastruar dhe punimet kanë filluar. Do të thonë është duke u punuar në terren. E kuptoj pak kënaqësinë e gjithë qytetarëve, jo vetëm të Debreshit, por edhe vendbanimeve përreth. Por ju siguroj se ky problem përfundimisht besojmë se me këtë projekt do të përfundon. Nëse dikush don apo shpreh dëshirë që të shkojë në terren, do të shkojmë bashkarisht dhe do të shohim se çka është duke u punuar dhe çka nuk është duke u punuar.
do ishte të bëjë edhe një ftesë publike për gjithë deputetët, partitë politike dhe funksionarët të tjerë që mos e shfrytëzojnë këtë problem të ujit për poena politike. Këtë problem ne nuk e kemi pas, nuk ka lindur nga gjë. Me thonë e kemi pasur gjithmonë, gati se 20 vite e diçka. Por ka edhe nga ato të cilët sot më shumë se të gjithë janë kritik, por që kanë pasur mundësi që këtë problem jetik të zgjedhin jo vetëm për banorët e Debreshit, po për gjithë qytetin. Mbështetje për gjendje një zgjidhje ofroi edhe kryetari i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi. Ai nënvizoi se ekipet e sektorit të ujësisë për ndërmarrjes publike komunale janë vazhdimisht në terren për sanimin e defekteve në rrjetin e vjetruar të ujësisë. Sipas tij, gjatë muajve të verës situata rëndohet edhe më shumë për shkak të konsumit të lartë dhe ke shpërdorimit të ujit të pishëm për ujitje. Është një situatë që shqetëson fshatin Debresh, lagjen Koravi, lagjen Tullana, lagjet Faznari, Grudajc, fshatin Turqani Madh, Bajnicë e Poshtme dhe disa vend banime tjera. Dhe për këtë vlerësoj se duhet gjendet një zgjidhje afatgjate, por edhe në një kohë sa më shpejt. Të gjithë këtu bashkarisht do të ndihmojmë, do të kontribuojmë në formën më konstruktive të mundshme, më njerëzore, më racionale, që ky problem të gjejë zgjidhje. Do të gjithë ne bashkarisht të kalojmë për te partive, për te bindjeve politike, etnike e fetare. Kjo është një situatë shqetësuese që njerëzit kanë nevojë të përditshme dhe është një situatë e cila ka grumbullu një problem i cili zgjat me vite dhe për atë arsye ndoshta edhe nevoja për të zgjidhur është mjaft urgjente. Në fund të seancës, këshilltarët miratuan një konkluzion me të cilin kërkohet nga të gjitha institucionet dhe ndërmarrjet përgjegjëse për furnizimin me ujë që të paraqiten para Këshillit Komunal dhe të ofrojnë informacione konkrete si dhe zgjidhje të qarta për të kalimin e problemit që prej vitesh shqetëson banorët e Debreshit.